I humbur është ai që e haron Allahun. Doktor Aid El-Qarni, Allahu e ruajt, rëfen dhe thot: para disa vitesh udhtova prej Riadit për në qytetin e Damamit, qytet tjetër në Arabinë Saudite. Në aeroport arrita në mesditë edhe pasi që shoku im që doja të takoje ishte në punë, e mora një makinë dhe u nisa drejt hotelit. Kur hira në hotel, e vërejta se nuk kishte shumë njerëz dhe vizitorë. Personeli mi dha çelësat e një dhome në katin e 4 të hotelit. Larg personelit dhe sive të njerëzve, dhe nuk kisha shoqërues me vete në këtë udhtim e as në hotel. U futa në dhomë, çantën e lash mbi krevat dhe hira në tualet të marr abdes. Pasi që mora abdes, u afrova të hap derën, mirë po e gjeta të mbyllur, nuk hapej. Tentova të hap derën me të gjitha manirat, mirë po pa sukses. Fillova të rikujtoj Allahun e madhruar, mbeta në këtë vend të errët, të ngushtë, pa dritare që të përton drita nëpërmjet saj, pa telefon që ta tharas në dokant, pa shoqërues me mua në dhomë. Filluan djerset të më mbulojnë, zemra të rah më shpejt dhe trupi të më rënqethet. Kjo nga se isha në vend të çuditshëm e të huaj. Çdo gjë ndodhi pa pritmas edhe s'kisha mundësi ta lajmëroj askënd se çfarë po ndodh me mua. Në ato momente më kujtuan shumë gjëra, përjetime dhe momentet e kaluara në jetë. E tërë jeta më sillej në përmend. Në fund mendova t'i bie derës dhe ta lavis nga vendi, dhe me të vërtet fillova t'i bie me këtë trup të dobët të pamundshëm. E vërejta se copa e hekurit hapej dal nga dal, si akrepi i orës, dhe fillova t'i bie edhe më fort, dhe çdo herë kur lodhesha, ndalesha e pushoja dhe prapë vazhdoja. Në fund, me ndihmën e Allahut, dera u hap. Mu duk sikur të dilja nga vari, brenda qëndrova afër 20 minuta, por sikur se të ishin 3 ditë. E falendrova Allahun për atë që ndodhi. Kjo ishte një mësim që ta rikujtoj dobësinë e njeriut, mundësitë e pakta që i ka dhe takimin e tij me vdekjen, dhe i rikujtova mangësinë tonë në vete dhe në jetë, dhe se si e harrojmë ahiretin aq lehtë.